Tema e këtij debati do të jetë çdo shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë duhet të votojë pa patur nevojë të kthehet fizikisht ose fiskalisht në Shqipëri. Promocionit të votës së diasporës do të debatoj Blon Hasani, një inxhinier ndërtimi dhe aktiv në profesionin si drejtues projekti, krijues dhe drejtuesi i Buçi Podcast, ku është podcasti ku ne jemi, pra është e zoti i shtëpisë këtu, është drejtuesi i Buçi Podcast dhe çdo platforme të lidhur me të. Është një fan i logjikës dhe i arkitekturës jo moderne. Është gjithashtu edhe një person që gjithmonë ka ndihmuar në shtimin dhe krijimin e debatit lirë, dhe krijimin e një platformë ku çdo kush mund të shpreh mendimin e tij pavarësisht mospërputhjeve. Kundër mocionit debaton Ariel Apostoli, profesion inxhinier informatik me background në shkenca eksakte dhe me pasion politike si çdo shqiptar i mirë. Ai është bazuar në SBA për 20 vitesh. Pra, siç mund vini në re, ne të tre jemi shqiptar të shkolluar që jetojnë jashtë shtetit dhe të shkolluar jashtë shtetit, dhe do debatojmë për shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nëse kjo ju duket acaruese, atëherë ky është debati fix për ju, dhe nëse kjo ju duket krejt normale, atëherë ky debat është shumë i nevojshëm për ju.